U kon një për sfidave më tona, se kom ditë që bona operacion, po se kom ditë që a dal, hajde kalzëm tash ti mu, apo duka me nejtë unë më shenë, për punë prish karroca ashka. Unë i më kon i bona operacion, e më kara me shku në komisjon. Aja ma vonë e tha, veç më këqy i shtët, tha në regull është, tha ti po dike, tha me full, tha për ty, tha nuk takojnë, tha 350 euro, tha po qesim në kategorinë ma të poshtë, tha 150 euro. Përshëndetje miqtë e dashur të Kosova Info. Jemi këtu në T33 në lokalin në Fushë Kosovë. Këtu kam pranë vetës në mysafir, e ai është nga Gjakova. Këtu me mua është Erbin Lika, një djalë shumë i veçantë, një djalë shumë aktiv në rrjetet sociale, po ashtu edhe në për shoqërinë dhe gjithka. Mirë se na erdhe Erbin. Përshëndetje, mirë si ju kom gjithë, falenderit për ftesën, për gëzoj për emisionin, inshallah, vetëm marë, shkon marë e mirë. Amen, Me faleminderit. shumë respekt dhe me shumë dashni ardhe Erbini sot me taku. Shumë faleminderit. Erbin, na ka dhënë pak për jetën tonë. Unë jam një njëllë 33 vjeç, 32 në fakt, po jeta e më ka sfidu me shumë gjona, me shumë sene, po kur nuk jem dërzu, kur nuk jem... Din me thonë që unë jam në karruc, edhe jam qysh jam, kur nuk ban unë me bukë si gjona. Ama gjithmonë go me jetë për para, kur e kom pas shoqnin, gjithmonë e kam të mirë edhe të privilegjume. Gjithmonë kom nejtë me njerës që ja ka vlejtë. Po, ti gjithmonë je aktiv, kom pa që je edhe në për rrjetet sociale, je edhe në për... Ka pak po duhet. Po, na trego tash, apo fiton në insan për rrjeteve sociale, për TikTok, po që jenë? S'po tham jo, veç shumë pak është. Ane, Pak është. sa me... Një shumë simbolike, po, amo. Jo tash qysh thojnë ta tjetë që me thonë, që po fitojmë shumë ose diqka. Kryesore është pak. Po, Me pak me koni knast. Po. A të rego pak sfidat e tua gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë jetës, gjatë deri me sot, qa ke kalu, qa ka kalu e deri me sot kom kalu shumë gjona që nashta një 4-5 operacione i kam në trupin tam, kishëm për më bu ma mirë edhe kështu që Zoti s'ka dosh që unë më bu ma mirë edhe veç i kena përvu, veç sa mes me thonë që se kom përvu. Gjithmonë kom pas sfidat të llojit të ndryshëm, po kur më dërzu. Kur më së dërgo. Një që ke pas të fundit në operim, Qëta është ai nuk ka pas sukses me sot një. Qëta është fundit që kena pas, u kon një për sfidave më tona, se kom ditë që bona operacion, po se kom ditë që a dal me shëndet mirë, ajo, po hatri nonës, hatri babës, e kom bo, kishëm për më bo ma mirë, apet përfundova që tuk jam. Këto ka shkruar Zoti, nuk vjena qa bojmë na. Veç do të më pajtu me fatin edhe gjithë shka jemi mirë. Tash, me të rego pak, se në ty edhe kam të ngurët ka pak. Okay. Pse, kur po hinën në përrjetet sociale, TikTok, po na shkallon pak neve me shkujve, po e në veç me femë. Po, ajo është natyrë që natyrë ma but, natyrë ma... E na do më si jemi but. Me shkuj ka për ditë që shina, edhe është problemi se kur po hin me femna, kur po hin me... Po gjujnë ma shumë paka. Femrore, është këtë një qëfar... Nuk e bo problem.
se në tjetë. Pak hajgore. Okej. Tash, qa bën Erblini një ditë, gjatë ditës? Gjatë ditës vallon, vetëm sot që jem qu ekstra për qitë emision, se gjatë ditës, gjysë dite, flame, gjysë dite, quna, se kam diçka Po edhe del. Veç sot që kom pas planifikune, që kom pas gjithqysh marrë të gjima, se gjime s'kur nuk mu i mja këthy fjone. Se është një njeri mirë. Faleminderit shumë, respekt. Te gjatë ditës e kini shoqëni të madhe. Okej. Kom po që del shumë. A je bullizu në herë? Kur? Për dallim për tjerve, unë e kam edhe një shok tu me vetë sot, Po. që s'ka prejtu, veç, pa një pa dy, kena me shku me bo një intervistë edhe s'ka pas, nuk ka pas hezitim me thonë, jo nuk pa të qaj, jo nuk pa të se, veç këshyre ku kime bo intervistën, s'është problem, unë e që. Bravo i kota tina. Edhe jam i privilegjun që e kam një kësi djali super ende. Bravo i kota. So je i përkrohen prej institucionëm në Gjakov? Institucionet e në Gjakov të na, për këtë kategori zbojnë kërse. Kur gjë? Kërgjo ishë. Une si Erblin, une nuk marë kërgjo përveç një pensionit që e kena që e more. Se për tjetër se A mendon që do të më bo diçka më shumë për ne? duhet normal, për këtë kategori duhen me bo shumë ma shumë, o qa qenë kushtet në Kosovë. Jo, në Kosovë, se do vena jenë më të mira, po që shpëlluti në Gjakov kur gjë? Në Gjakov s'ka kërgjo. Sidomos ndikosi në Gjakov s'ka së. Na të rego pak se ti e konë dhe shoqata tjera, ke pos bashkëpunim me të, atë ka një mua të njerë. Po, Po, është një për shoqatave heroina që ma ka pru karocën elektrike, po për shkaqe që po duhet me kere me ofru, nuk po muj gjatë me marrë me veti. ato do të në pos kjerën... Apo sa fatë Po. duhet me pas kjerin, e për kështu që e falenderoj drejtoreshën më të mirën që kena në qatë qëtë, është shkurta a gjiu, inshallah zoti ja shpërblen me këtë ata njerës që i një muj. Amin, inshallah. Ti përveç koalitës, Përveç koalitës, s'ke përfitu diçka prej ja, tjera, do më nëse e Jo, për jo. shprej atë. kom përfitu dhe shumë aktivitete, se në amon, diçka kështu të me marrë në karoca kom marrë, po për shkaqe që i kena rrugë shumë të këqia në Gjakov, edhe po prishën shumë, ekstrem po prishën edhe nuk po muj mi rrugë. Se unë e dalë, për shemëll, si që unë e dalë deri në mramje, shdi, babaki do me të gjysë, A ki përkrojnë prej banorë, ato prej... prej lagjes, Se unë e kum po në Facebook që shumë dojnë, prej lagjes, shumë përkrojnë. prej lagjes, kam shumë për kroj. Pak si të më shojnë, si me të pa fëmija, si me të pa e madhi, ka me të marrë, me të qu dhe në gjysë rrugë, ose deri të një kafe që e kena që të në krytë lagjes, pa problem. Bravo e kërtë. Na të rego pak për fëmirin tonë. Si fëmi, A e kone hallet, a ke më Mas- diçka? masi që e kena ditë që jena me këtë sprov, kur nuk kom pas bullizim, kur nuk kom pas diçka që edhe me një vetën kesh pse je në këtë kategori. A e kone hallet veta? Jo,
Jo, Se ti kështu më ftyrë kërë, hajde duke. Jo, be, po që tash që ja kena njës, ka pak më rrite, ka pak nashta pete projmë, atë në rrjetet sociale, po nuk jam sukur në rrjetet sociale, sukur që tu dhe. Po ashtu jo, në di, po në veç po të ngucë, ka pak se kjo emision është edhe pak mi ngucë, mi ngucë ato që e di që e din ajgarët e mija. E di, Margim. Edhe unë me plot dëshirë dhe me plot qefi morë, kështu që më është me bo shka të dush. Ti e kon edhe jashtë, kom po. Qërë ke ka edua ti? Jashtë, valla. Dikon ku e kon? Norvegji, Danimark, Suedi. Po, janë një api vendeve ma të mira për këtë kategori. Po, se së rrështë e kajtë, oke. Pse i kom pas familjen që duke nonën, duke babën. Jo që s'më i milon vetë ose diqka, po ata më kanë rritë, më kanë bo denjë që ditë tashmu më vjen keq milon edhe mi u këthysh. Bravo të këtë. Që kjo është me mira përgjigje që ke dhonë deri tash. Të natë mirë, po që kjo konë me mira. Edhe sa jam me shnet mirë, sa jam gjallë, dije që nonën tamë edhe babën tamë, kursi nuk. Bravo të këtë. Bravo. Qamë, ata kanë sakrifiku për mu, edhe unë duhet me sakrifiku. Natëresht. Qashtë është, so vlazën i ka Erblini? Erblini i ka edhe 2 vlazën edhe një motre. Me jetë i shala. Faleminderit shumë. A je maj modhe, a... Unë maj vogli. Maj vogli, së varka. Kështë që mu më drejnë së goj i shpizë, edhe më halisin pakës ma shumë. A ne, e kanë për detyrë. Brin, me qënë se jemi një vend ku nuk i plotëson kushtet për këtë kategori. Sa është e vështirë jeta e një personi në karrocë? Mos me pas për krojën e kërkuj, është shumë e vështirë. Po, masi që e kam për krojën e krejtëve, për krojën e krejtë shqyqnisë, shumë shpesh unë jeta. Edhe në gjithë sfidë matronën me pas, po kur e ki shoqnin e mirë, edhe kur e ki rrethin gjithmonë kime pas. Sa je aktiv në aktivitetet që i bën me shoqat apo? Më varet edhe ku shkojmë edhe ku ne në vete një. Që si për shembull sot është një sen më i miri që unë e kom bu, jo për me dollë një intervista, se unë ja kam mërzia dhe me thonë që unë ja dalë në për intervista, jam i pamë që mi jam anena, jam kënena, amo të gjima e kom bu me shumë dashni edhe me shumë që. Shumë faleminderit. Blen, a organizon komuna në herë atje në Gjakovë? Komuna... Dishka për vetura apo për botja një... Veç ndikusi kur të organizon, edhe për shembull për moshën tem, për moshën që unë e kam, mu nuk e marrin parasysh. Pse nuk e marrin parasysh? Pse thojnë ti ki bo vjetë, edhe ti duhesh me shku ti. Qa me bo? Me shku tjetër ka, se prej moshës 12 ose 13 vjetë, dhe 18 vjetë është. Ndoket, se di. Ku me shku? E në ndikas është për me shku. Ata e pi 18 vjetëve e të nërë, mu nuk morin asë për aktivitetat. Qëta shokon 3 dhjeturi është për marre me thonë që për 3 dhjetur s'ka pas, unë e sa di, në Gjakovë për 3 dhjetur, për ditën nacionale, personave me nevojet veçanta nuk ka pas kërgju përveç se Bridonda Ballota ka budi që.
E qysh ka dush. S'pe kuptoj këto. Smundja, ajo ke tregu ti që është gjithmonë. Smundja është gjithmonë, po tash po të shojnë, për shembull që po merr karroca me rrymë, po të shojnë që po asi, ty nuk po të takon për shembull me marr karrocë që si çfarë unë e kam. Ty takon gjithë, sepse ajo është shërbim qytetarëve. Është shërbim i institucionave. Hajde ti thuj që mund të takon gjithë. Po në kismet ka marrë. Ajo po thot që s'kena mundësi me ta jop, se ti shumë shpesh pi prish. Po kupton? E po... Hajde kallëzon tash ti mu, apo duko me nejt unë në mshen, për punë s'u prish karroca ashka. Shpresoj që ka marrë një ditë kur kena me motivata në pyetje. Hajde kallëzon, pse e bujnë që... Karroca është një mjet që e përdor edhe mundet më prish çdo kon. Çdo kon, po hajde thuj, asena thuj. Jo ti i ki 2-3 copa me rrymë, anima. O s'po muj mi marrë në për kjera. Që sukur sot kjo karroca as nuk ka kom, as ku gjo. Kom du t'i majt... Kush të ka vonë këto? Këto ma ka jap një shok jemi, edhe mu ka prish kret, një rotë ka tjetër, një tjetër. A, nëse hajde. Veç sa për me krypu. Je kone ke kërku ato, Po, edhe në të kam thonë që nuk mënesh me. ty nuk ta kënë pëse ti për shembull i ki vlozit, i ki ato jashtë, mujnë me ta prupi si është. Blen, a mjafton kjo pagë që e marrëm na, kjo social që e marrëm na, për barna, për me dalë, për me dikush marrë në familje me që ta, a mjafton që ta mërmenja ty, për kërkesat tona. Unë si Erblin, thamë që ju. Pse thamë ju? Pse ka dikush që ka raste më tona, ka dikush që ka raste më tjeta. Unë i më konë i bonë operacion, e më ka ra me shku në komision. Aja ma vonë e tha, veçën këqy shtët, tha në regull është, tha ti po dike, tha me full, tha për ty, tha nuk takojnë, tha 350 euro, tha po qesim në kategorinë ma të poshtë, tha 150 euro. 150 euro, që me bo, që të të në shku? Shka me bo me 150? Qa me bo, kam ja mojt me ato. Kam ja mojt me 150. Sa të kanë shku barë ati që të ditë? Që të ditë, në ashtë të në shku 200-300 euro, po. Ja, dhe 300, unë e di sa të ka bo operacion. Po tash, me hinë dhe tole, e ka kop këgjëzit shumë, po. Qa me bo? Pa kanë dhonë në i farë... Shteti se... Shteti e, po qaj spital që të ka operu ty, që të ka onë... Se dhe një më kom atë spital, edhe kom kuptu që nuk është e vërtet. Atë ka dhonë një përgjigje pse ti nuk e arrit më bo mirë. Jo. Se ata e kanë marrë me unë më konë kërë të kanë pranu atë në spital. E di. Dhe unë e di që më kanë thonë mu ata. Ata më kanë thonë që 100% ka mu shëru. Pa ka ndonë një përgjigje. Jo. Pas kur, sot dhe asë i ditë, kur nuk jofin asë përgjigje s'ku gjë. Që si ke qitë në gjëgjë? Se s'kom dasht mu marë ma. Po ata tjerë i kanë qitë. Tjetër dhe njerës tjerë i kanë qitë në gjëgjë. Po, e di. E kanë pa ditë. E di, e kom po, edhe kom po video në ati. Jem një person që jem kom ato, kur të kanë pranu të në spital. Po thonë që ka me posë sukses 99.9% për ti. Ti se din që jem kom, ne? Po edhe në jem kom ato. Unë e kom pas mërë vesh për një shoqës atë, edhe më pa të bo qepit. Kur tha që Gima është këtu, edhe kena bo
e kena botë mundshme me këqy pregime që Unë po të thëmë që veç jam konë me këshyrë, se unë jam pajtu me këtë realitet edhe normal. ma nuk asë që veç jam konë me bo një kontrol, po ti e konë atë dit je konë i shtrim atë. Jam konë i shtrim. Pa, edhe unë e kom pyet atë për ty, se më ka interesu se të kam dëst për shefi. E di. Edhe ata më kanë thonë që 100%, 99% ka me pos sukses kja. Pse tash nuk po përgjigjen? Shti, s'kam ide. Ata kanë iden veç vend t'i kopë. Por ti a bën mirë, a nuk bën mirë, ti nësë interes. Ashtu do të pak me intervenu dhe dikush. Sepse nuk je i vetmi pacient ato. Ato ka shumë që e kanë pësue, ka shumë që ju kanë bo video, kinse kanë bo me. Pa. E di. Edhe ata njerëz fatkesisht sot janë edhe makesh. E di. A kjo në isanë nështu me i mesazh për shikuesit e Kosova Info? I përgëzoj që ta kanë jopë mundësin me pas një emision t'il, falenderit i Kosova Infos, që na ka jopë një dritë gjerbërt, edhe me thonë që edhe për këta njerëz mujnë, edhe dinë, edhe jadolin. Ju falenderit shumë këtë. Emi që dashur të Kosova Infos, falenderojmë shumë nga zemra, mikun tonë, dhe shokun tenë, më të mirën e Erblindika, i cili na ka orë sot për Gjakove. Me na ndërru dhe me thonë në intervjist paka shumë so këna mujtë me bo për këtë kategori. Falenderojmë shumë Kosova Info, i cila e mundëson këtë emision. Po ashtu falenderojmë edhe Golden Eagle, kompania Frutex. Falenderojmë në krye me Shqipërisë Palushin. Falenderojmë të 33 në Fushë Kosovë, e cila mundëson hapësiren për gjirimin e emisioneve që janë këtu ofër. Falenderojmë të gjithë ata që na suportojnë, na përkrahen. Veçanti falenderojmë 2 televizion në Amerikë, Noli TV dhe TV Albi, në platformën më të madhe në botë, Nimi TV, e cila transmitohet në këto 2 kanale. Faleminderit shumë të gjithë atyre që na suportojnë dhe na përkrahen. Shpek shihemi në emisionin tjetër.